Shkencëtarët kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të proshutës në supermarkete, pasi sipas tyre lidhen me mbi 50.000 raste kanceri në zor. Një grup shkencëtarësh britanik po kërkon ndalimin e përdorimit të nitriteve në prodhimin e proshutës dhe bacon, pasi këto kimikate janë lidhur me mbi 50.000 raste të kancerit të zorës së trash në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas një analize të bazuar në të dhëna nga Cancer Research UK dhe British Journal of Cancer, rreth 5.400 raste të reja të kancerit çdo vit shkaktohen nga konsumimi i mishrave të përpunuar. Trajtimi i çdo pacienti i kushton sistemit shëndetësor rreth 59.000 pound, duke e çuar faturën totale të shëndetësisë në mbi 3 miliard pound gjatë dekadës së fundit. Nitritet përdoren për të ruajtur ngjyrën roz dhe jetëgjatësinë e mishrave, por krijojnë substanca kancerogjene të quajtura nitrozamina. Organizata Botërore e Shëndetësisë i klasifikoi produkte të tilla si kancerogjene të grupit 1 në të njëjtin nivel rreziku me duhanin dhe azbestin. Profesor Chris Elliot nga Instituti për Sigurinë Ushqimore paralajmëron se qeveria britanike nuk ka bërë pothuajse asgjë për të ulur ekspozimin e qytetarëve ndaj këtyre substancave. Ai dhe kolegët e tij i kanë dërguar një letër sekretarit të shëndetësisë duke kërkuar ndalimin e nitriteve, paralajmërime të qarta në paketim dhe një plan afatgjatë për t'i zëvendësuar me alternativa të sigurta. Aktualisht, mbi 90% e proshutës të shitur në Britani përmban nitrite, ndërsa variantet pa kimikate përbëjnë vetëm 10% të tregut.